shpesh herë na e zvenit pak bukurinë edhe të detit, po edhe të ndërtimeve, ky diversiteti mes një godine apo një tjetre, pra disa që janë në ndërtim, disa që janë të mbaruara. Unë mendoj që duhet jemi pak më të rregullt në të gjitha gjërat tona, edhe pak më të bukur në bërjen e gjërave, qoftë dhe të mureve ndarës, qoftë çdo gjë, sepse ai turisti që vjen patjetër që shumica e kanë bon sensin për të na bërë ato storyt apo ato postet e tyre me vendet më të bukura që kemi, por ka dhe nga ato që vinë pastaj që janë kritike dhe mundohen të gjejnë gjërat që ne nuk i kemi rregulluar akoma, dhe kjo nuk është anti-reklam, në fakt, po është diçka që duhet ta përmirësojmë dhe na vënë në duke shpeshherë që duhet merremi pak me anën estetike të gjërave, duhet jemi pak më estetik, sepse po të shkosh edhe në vendet fqinj, ti e kupton që edhe në fshatin më të thellë të Italisë, rrugët janë sistemuara, gjërat janë sistemuara, patjetër që ne jemi akoma embrion krahasuar me këto vende, po flasëm në aspektin turistik, por që e kemi në dorë, kemi mundësitë, dhe pse mos ta bëjmë, të jemi pak më elegant në bërjen e gjërave.